Pas një periudhe heshtjeje me spekulimeve për përfundimin e lidhjes së saj me Matteo Borrin, Brikena është rikthyer në rrjetet sociale me një video që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Në pamjet e publikuara, ajo është faqe duke udhëtuar me makinë për Prishtinë në shoqërinë e një mikeshe. Megjithatë, fokusi është përqendruar te disa detaje që sipas tyre mund të lidhen me zhvillimet në jetën personale. Një nga elementet më të komentuar ka qenë mungesa e unazëve që Brikena mbante zakonisht, përfshi edhe një unaz me vlerë sentimentale, të cilën e kishte shfaqur shpesh në paraqitjet e saj publike. Dikësit e kanë interpretuar këtë si një tregues të mundshëm të ndryshimeve në statusin e marrëdhënies së saj. Po ashtu vëmendje ka tërhequr dhe zgjedhja e muzikës që shoqëron videon. Brikena ka përdorur këngën solo të Tajnës duke përfshirë një pjesë të tekstit që flet për pavarësinë dhe qëndrimin vetëm. Ky veprim është interpretuar nga një pjesë e ndjekësve si një mesazh indirekt lidhur me situatën e saj aktuale. Megjithatë, as Brikena dhe as Matteo Borri nuk kanë bërë deklarata që konfirmojnë apo mohojnë raportimet për një ndarje. Për këtë arsye, interpretimet e deri tanishme mbeten në nivel spekulimesh dhe reagimesh të ndjekësve në rrjetet sociale. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.